Po edhe të ankoheni për ligjin edhe të më ktheni mua kurrizin sikur nuk shkon mor burr. Megjithatë shumë faleminderit për këtë lehtësim që i bëni fjalimit tim, sepse më mirë shpina se fytyra juaj. Dhe dua të them që jam thellësisht i prekur nga konstatimi i zotit Noka, i cili akuzoi kryetarin e kuvendit për besnikëri të tepruar ndaj kryetarit partisë, ndërkohë që zoti Noka e ka besnikëri ndaj kryetarit partisë monopol. Dhe nuk ka autoritet konkurrence që ja vë në dyshim monopolin, madje unë do ta quaja besnik Flamur Noka. Kështu që Niko është jashtëzakonisht larg teje Flamur. As mos e ki merak fare se ty në historinë e Shqipërisë mund të afrohet vetëm Shefqet Peçi, ndërkohë që në historinë e botës je rrot më rrot me Lejfenin. U ngacmova nga Ky është një opinion që mund ta diskutojmë. Ndërkohë u ngacmova edhe nga një deputet tjetër. Dëgjoj, duhet të ndani juve, duhet të ndani opinionet nga ofendimet. Tjetër opinioni, tjetër ofendimi. Edhe duhet ndani opinionet nga akuzat. Tjetër opinionet, tjetër akuzat. Ndajni këto edhe jeni rregull me rregulloren. Ndërkohë që unë ngacmova dhe nga deputeti që e falenderoj që po më rri përballë, kjo tregon që ligji nuk e ka afektuar, dhe dua t'i them që po isha në Bruksel, edhe Shqipëria hapi të gjithë kapitujt e negociatave, dhe me që më pyete çfarë mendojnë ata për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, po të them që ata mendojnë se si sot korrupsioni nuk është luftuar ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Sepse po të mos e mendonin këtë, nuk do t'i hapnin kapitujt e negociatave, dhe në ndërkohë juve nuk e keni kuptuar akoma që në këtë vend punët janë ndarë. Dhe për sa kohë do vazhdoni të bëni këtu prokurorim popullore, për aq kohë do vazhdoni të jeni aty ku jeni dhe gjithmonë më të kurrur.